Rruga Komani e ndodhur pranë nënatës perëndimore të qytetit të Shkodrës vijon të mbetet në gjendje të amortizuar, ndonse prej 30 vitesh shërben për 10 familje të zonës. Banorët shprehen se rruga është hapur në fillim të viteve 90, por ndërhyrja vetme ka qenë shtrimi me asfalt nga një firmë private. Prej shumë vitesh, asfalti është dëmtuar plotësisht duke krijuar dhe gropa që mbushen me ditë të tëra me ujë, çka krijon vështirësi serioze në qarkullim, si për këmbësorët ashtu edhe për automjetet. Problematika bëhet më shqetësuese për faktin se në këtë rrugë ndodhet dhe një shkollë, duke kthyer situatën edhe në rrezik për nxënësit. Kjo rrugë është e shkatruar me qysh se është hapur për herë të parë, se dikur ka qenë e vjetër në fakt, por kur kena ardhur ne para 30 vjeç, kjo është hap. Nuk është bërë asnjë punim tek, ka pas bërë ky pronari lokalit një herë ka rregullu, ka sistem asfaltu, por nuk është bërë asnjë kanalizim i cili është i detyrueshëm, sepse ne sigurisht jena të rregullt me pagesat, edhe duhet pra mu bë kanalizimet, edhe mu bë të gjithat sipas rregullave, edhe na jena njerëz si tonë qytetarët e Shkodrës. Si për sfitë e Shkodrave, si për këta kalimtar si kalojnë ma kësë ka shifin i mas që është gropa me zije, si me shkojmë në për të kja lagjen nga zëbzotit, tash me kënë si e vend zëmër në doraj, kryetari bashkis me rregullu mirë kishte bë për ta njerëz. Banorët bën thirrje që të ndërhyret me urgjencë për rikonstruksionin e plotë të kësaj rruge për të krijuar kushte normale si për komunitetin ashtu edhe për fëmijët e shkollës.